Sot u mbajt liturgjia e shenjtë nga e diela e 7 e Llukait. Liturgjia u mbajt në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. I pranishëm ishte edhe kryepiskopi i Tiranës, Durrësi dhe gjithë Shqipërisë Joani, që mbajti dhe një predikim. Që gjithë secili nga ne duhet ketë një besim dhe ky besim duhet shoqërohet dhe me vepra, sepse një besim pa vepra është një besim i vdekur. Nuk mund të ekzistojë një besim që nuk ka vepra. Nuk mund të predikojmë ne që të duam tjerët e mos përpiqemi të ndihmojmë. Nuk mund të predikojmë ne që të gjithë njerëzit janë barabartë edhe ne nuk i respektojmë ata. Prandaj dhe ungjilli i sotëm na sjell para syve në këtë gjë, që Zoti nëse është i pranishëm, gjithçka mund ndryshojë. Dhe atëherë ku nuk ka më shpresë. Nuk ishte shpresë i Jati kur i vdiq e bija, po Zoti e ndryshoi këtë gjë, e ngjalli atë. Nuk ishte më shpresë kjo grua, vetëm besimi i saj që ndoshta po të prek dhe cepin e rrobës tij dëshirohem dhe ajo u shërua, sepse pati besimin e madh. Le t'i afrohemi gjithmonë Zotit me besim shumë të madh. A nëse do kemi besim, Zoti do bëj vazhdimisht mrekulli në jetën tonë. Mrekulli që shihen, po dhe mrekulli që nuk shihen. Në fjalën e tij, kryepiskopi tregoi se shumë shpresë mbart ungjilli, teksa tregoi dhe raste mrekullish. Përmes mrekullive të shkruara në Ungjill, kryepiskopi ndau mesazhin e largimit të frikës, pasi përmes besimit dhe pranisë së Zotit mund të ndodhë edhe më e paimagjinueshmja.